Muzika e kompozitorëve të njohur botëror u vu në skenën e Pallatit të Kulturës në Lezhë nga nxënësit e muzikës së shkollës Beslidhja dhe studentët e Universitetit të Arteve. Ata u bën bashkë dhe mbajtën një koncert me vegla frymore ku kryesori ishte instrumenti flautit. 16 interpretuesit sollën emocione për publikun, të cilët e pritën me entuziazëm dhe duar trokitje. Ky bashkëpunim ndërmjet shkollës Beslidhja dhe Universitetit të Arteve synon të nxjisë zhvillimin artistik të rinjve dhe të fuqizojë kulturën muzikore në qytetin e Lezhës. Mendoj se është një bashkëpunim shumë i vlefshëm. Nuk mund të themi që kishte një diferencë që mund të binte shumë në sy, kishte një shtrirje dhe një gërshetim shumë të bukur. Ne jemi shumë të emocionuar që sot kemi arritur të jemi pjesë e këtij bashkëpunimi, sepse vërtet që një brez, siç është brezi i shkollës nëntëvjeçare në instrumenta muzikor, dihet që ato janë në hapat e tyre të parë dhe në rritjen e tyre artistike, të bashkohen me një brez të cilët janë në përfundimet e studimeve të tyre. Kolegja ime Angela ka bërë një punë shumë të mirë me këta fëmijë. Dhe kryesorja është që ato janë afruar artit. Janë afruar instrumenteve që preken me dorë, jo muzikës e cila bëhet me kompjuter dhe me tastier. Në ky bashkëpunim jon mendoj se është shumë frydhënës, inkurajues për të rinjt. Nxënësit e muzikës të shkollës Beslidhja thonë se emocionet ishin të mëdha, por ky koncert përmbushi pritshmëritë e tyre. Ishte kënaqësia më e madhe që të bashkëpunoheni me Akademinë e Arteve. Mendoj që Lezhës i duhej një lloj promovimi i tillë dhe shpresoj që të bëhen sa më shumë tjerë. Ishte një mbrëmje plot emocion, e paharrueshme mund të themi, salla u mbush i kaloi pritshmëritë tona. Dua të falenderoj shumë familjen se ishte mbështetja më e madhe. Studentët e akademisë na bën shumë më të lehtë, nga që ne ishim më të vegjël dhe ato më të rritur dhe ishim më të aftë. Ato na bën më të lehtë për të studiuar dhe për ta bërë pjesën sa më të bukur për publikun dhe për ne. Koncerti zgjati rreth 60 minuta dhe të pranishmit përjetuan një eksperiencë unike muzikore, fare interpretimit të ndjeshëm dhe teknikës së përpunuar të muzikantëve.